Allah subhanahu wa taala let forcohet. Allahi të shpërblet, Hoxha. Hoxha, du me ta bo një pyetje, më kanë shkru që tash privat, lidhe me qeter tema është. Po? Një motër muslimane, i ka Hoxha 5.000 ka. Po? Pitë vogjët e kështu i ka me ren, po problemi është burri vetë pi thot leje namazin se po ta up kohën. Se fëmijëve edhe heken bëlecën. Ka ronë halë kja motra, s'po din çka me bo, me lanë burin, fëmija po jesin rrugës. Një këshill po thot më madha Hoxha. Allah subhanahu wa taala e forcoft këtë motër muslimane. Subhanallah, me i thonë disa njerëzve që i akuzojnë motrat tona, apo vllaznit ton, ata që lëshejnë mjekra, ato motra që kanë mbulesa, që falin namaz marrin pare. Ja rastin konkret e ki, jo pare, po kërcnohet motra. Ku jenë ato organizatat feministe mi thonë mi mbrojt femna tona apo motra tona? Ku jenë? Kjo është përgjigje për ta njerë. E dyta, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk ka bindje krijesës në kundërshtim të krijuesit. Nuk i bindësh krijesës nëse turnon për gjuna në kundërshtim të krijuesit. Nëse ajo apo ai turnon me boni gjuna, nuk i bindësh. Kur ti nuk i bindesh, nuk do të thotë mos sillesh keq, nuk do të thotë mos sillesh mirë me to. Apo mënyrën më të mirë ti kemi thonë burrit tënd. Burri im, unë shamin nuk e kum qitë për ty, e as për njerës, se secili kemi me dhonë para Allahut azza wa jall llogari. Nesër ti vdes dhe shkon vetë në varr, edhe unë vetë kam shku në varr. As me ty, e as me fëmijët e mi, e as me prindët e mi. Unë nesër nëse vdes para teje, ti ke me më varros mu edhe ki mu largu prej varrit tim. Ki mu largu prej varrit tim. Ki mu largu prej varrit tim. Edhe kom i dëgjuve gjurmët e fundit të këmbëve dhe mo nuk kam asnjë lidhje me këtë dynjë. Atë moment, mu kur të mbjen me laqja, natë të varrit, a do t'jesh ti me mua atë natë? Qoftë mia, qoftë burri, qoftë baba, qoftë nona, a ka me qenë bashkë me mu? Jo. Qëto ti mendojmë dhe ti tregojmë, mos të lidhemi me njerëz. Unë nuk po të thras ndajën, nuk po të thom jo kështu jo ashtu. Ndarja është çështje e fundit krejt. Po një sen duhet me i thonë burrit tënd. Ti me këtë gjë, nëse ke synim me më largu nga dinja Allahut subhanahu wa taala, a e din që mundesh me dalë pi fesë? Nëse e ke që të ka mashtru shejtani, që me thonë vallaj s'po ki mundësi me këshyr fëmijët, ma miro me hek shamin e namazin sen, s'po themi që ky e ka qëllimin me largu prej islamit, prej fesë. Mirë po nëse qëllimi i tij është me largu pi dinit Allahut azza wa jall, a person del pi fesë dhe prishet pastaj ku në rizimi. Çështja është e rrezikshme, këto gjëra duhet m'ia tregu burrit. Këtu është vija kuqe e jamja. Unë kom e dhonë llogari për Allahut azza wa jall. Ti nesër vdesish, ti nesër, me bo mu të tek, mos me të pëlqy, hitë se ki gale që më dajsh, hitë se ki gale. E merë grun tjetër edhe mu më thush dil për jashta. Unë muj me hek shamin, muj me hek namazin, Allah azza wa jall mund me në sprovu, edhe me më thonë dil. Fëmit unë e i marë edhe ti thot dil prej shtëpis time. A mundesh me ndalu? S'mundesh. Andaj, që e në vend të urdin Allah subhanahu wa taala, bëj dua sinqerisht, ja Arab. Ma mund të sa mos të kam probleme. Wallahi për Allahun është e lehtë. Për Allahun është e lehtë. Bëj dua çum pjesën e tretë natës. Bëj dua për burrin tënd më udhëzu. Bëj dua për burrin tënd më udhëzu. Allah subhanahu wa taala i ka zemrat. Mes dy gishtave të Rahmanit i ka zemrat, mes dy gishtave të tij i ka. Për një moment mundet mi deviju, për një moment mundet mi edhe më udhëzu. Bëj dua ja muqallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcoje zemrën time në dinin tonë. Bë sinqerisht bëj dua për burrin, sinqerisht bëj dua për familjarët aty në përgjithësi.
Nëse në sinqerisht bëj dua për familjarët aty në përgjithësi, nëse në asnjë mënyrë, apo vetëm fjaliki, po nuk ki edhe dhunë kështu, dhunë fizike, bëj pak sabër motër. Bëj sabër pak. E letë është munda, po bëj pak sabër. Ama mos në shope. As në shami, as në namaz. Sepse burri yt nuk ka marrë zbashku me ty në varr. Ti ki me shku vetë në varr. Ki mu taku me Allahun tënd. Dhe dije që Allah subhanahu wa taala e sprovon një rob kur e don. Kur e don një rob e sprovon e ngrit në grada të larta. Bëj dua për fëmijët e tu me t'i rujt Allah azza wa jall. Bëj dua edhe për burrin tënd, tërkohë. Derisa Allah azza wa jall e qel një rrugdalje me letë Allah azza wa jall. Unë nuk mundem me të dhon fetva për me kënaq burrin tënd që e kundërshton dinën e Allahut azza wa jall me të thonë që ti me lën namazën edhe shamin në asnjë mënyrë. Edhe asnjë hoç nuk të thotë. Jo hoç, as xhelafi nuk të thotë. Kjo është çështje e rrezikshme. Është çështje shumë e rrezikshme. Andaj këtu janë vijat e prera, vijat e kuqe që nuk ka kompromis. Kjo është feja e Allahut, por se kur po them nuk ka kompromis, nuk po them mos sjell ashpër me burrin tënd. Mënyrën më të mirë, o burri jam. Unë nuk e kam kundër teje. Unë e kam frikë Zotin. Pitut nga çati që më ka kriju, mua e ty. Ndoshta Allahu ja qel zemrën burrit tënd. Gjej mënyrën, metodën e duhur. Kur është pa nerva po themi, apo gjej mënyrën e duhur, dil me një restorant apo me një vend halal, ta rri me burrin tënd dhe qelja këto muhabete, kur është i qetë, me nerva, kur s'është, dhe shpjegoja këto gjëra. Secila grua njeh burrin e vet. Në momente të caktuara, me lenë Allah subhanahu wa taala, ka me cilë Allahu hajrë, inshallah. Lusë Allah azza wa jall me ta largu këtë sprov. Allah i të shpërblet, Agja, a pranon pyetje edhe prej ju muslimanëve? Po. Lidhje me Ramazanin. Po. Ka prej ju muslimanëve, kanë po pyetje. Po. Hoq, pse agjerojnë muslimanat? Shikoj nderuar.